Teksa amerikanët po e vënë theksin disa herë te krimi i organizuar, SPAK duket se nuk po i merr mesazhet e duhura. Edhe sot e dërguara e SBA e bëri të qartë se krimi i organizuar është rrezik shumë i madh. Deklarata u bë në një takim me ministren e brendshme Albana Kociu dhe erdhi pas daljes së detajeve për të ashtuquajturin Samiti i Arubas. Gazeta italiane Domani publikoi disa pasazhe nga libri Invincibili, La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo, i autorit Nello Trocchia. Aty tregohen detaje mbi rolin e grupeve shqiptare të drogës, teksa përmenden edhe emra të afërt me qeverinë. Në artikull përmendej një takim në Karaibe mes bandave të krimit dhe njerëzve të kryeministrit Edi Rama. Lajmi bëri bujë në vendin tonë, teksa është këmban alarmi për autoritetet. Sipas mediave italiane, takimi ka ndodhur disa vite më parë dhe ka përgjime e prova, por ajo që bie në sy është se SPAK nuk është vënë fare në lëvizje. Kjo është komentuar edhe nga ish prokurori Gentian Trenova. Sipas Trenovës, ky informacion është vetëm një pjesë e vogël e realitetit dhe fakti që zbulohet tani për një ngjarje të vitit 2019 është tepër i çuditshëm. Lajmi që ka nxjerrë gazetari italian mund të jetë vetëm një pjesë e vogël e tablosë së përgjithshme për të cilën bëhet fjalë. Gjithsesi është e çuditshme që ky informacion ka dalë tani. Bëhet fjalë për vitin 2019 dhe nuk kemi informacion të plot nëse autoritetet e huaja kanë kryer hetime në lidhje me këtë rast, apo në çfarë faze janë hetimet dhe kush janë autoritetet e huaja përveç atyre italiane, nëse ka. Nëse autoritetet amerikane, DEA për shembull, ka bërë hetimet e saj dhe deri në çfarë niveli ato janë, tha ish prokurori. Ai ngriti pikpyetje mbi rolin e autoriteteve amerikane, si DEA, për të cilat nuk dihet nëse kanë kryer hetime dhe në çfarë niveli. Sipas tij, Shqipëria prej vitesh është akuzuar në raportet ndërkombëtare për bashkëpunim me qeverinë dhe organizatat kriminale dhe pastrim parash përmes investimeve, por autoritetet shqiptare kanë zgjedhur të mos veprojnë. Është ideja që në Shqipëri u bën shumë vite që Shqipëria dhe qeveria shqiptare akuzoheshin dhe nga mediat ndërkombëtare, por edhe nga raportet e huaja të fshehta apo të hapura publike, që është e qartë që bashkëpunojnë me organizata kriminale në funksionin e sjelljes së parave të narkotrafikut dhe pastrimit të tyre në Shqipëri nëpërmjet investimeve të ndryshme që bëhen në fusha të ndryshme. Kjo është e njohur, flitet çdo ditë, por kjo ngelet vetëm në kuadër fjalësh, por nuk është se autoritetet përgjegjëse kanë bërë hapat e duhura, nuk kanë bërë hapat e nevojshëm që kanë detyrim ligjor minimumin të fillonin hetimet. SPAK do të ishte mirë të jepte një informacion publikut nëse për ngjarje në fjalë ka të dhëna të tilla për të filluar një hetim, u shpreh Trenova. Ai kërkoi që SPAK të jap qoftë edhe një informacion minimal publikut nëse disponon të dhëna që justifikojnë nisjen e një hetimi. Sipas tij, situata është e rëndë, sepse pavarësisht reformës në drejtësi dhe fondeve të mëdha të hedhura nga ndërkombëtarët, korrupsioni dhe krimi organizuar jo vetëm që nuk janë frenuar, por janë rritur vit pas viti. Gjëja më e rëndë është që autoritetet shqiptare nuk hetojnë për gjërat e rëndësishme, për gjërat që i interesojnë publikut. Madje futemi edhe në një lloj absurditeti, sepse këtu është një reformë e madhe në drejtësi, ku janë paguar shumë para nga autoritetet e huaja dhe nga shteti shqiptar për të pasur një institucion që të luftojë korrupsionin, ndërkohë që ka ndodhur e kundërta. Korrupsioni nga viti në vit është rritur, po ashtu edhe krimi organizuar, ku edhe forca e krimit të organizuar është rritur nga viti në vit. Ndërkohë absurditeti vazhdon sepse sërish të vazhdon të lavdërohet reforma në drejtësi nga autoritetet e huaja, nga BE, ndërkohë që këto institucione që kanë dalë nga kjo reformë kanë dështuar, tha Trenova.